do të diferencoja pa diskutim përmbarimin dhe procedurat përmbarimore. Përmbarimi gjyqësor është institucioni që ju krijon mundësinë palëve për të vënë në zbatim detyrueshëm vendimet gjyqësore. Pala gjyqhumse është ajo që është më e predispozuar për të rezistuar në zbatimin e asaj çka gjykata ka vendosur. Brenda sa ditësh duhet që debitori të reagojë? Pas këtij afati, pastaj kalohet në ekzekutim detyrueshëm duke vijuar me vendosjen e sekuestrave në kredit palës. Konfirmimi nga institucionet të pasurive të palës debitore, atëherë dërgohet menjëherë edhe urdhri për vendosjen e sekuestrës në pasuritë e paluajtshme. Çfarë të drejtash i pezullohen në këtë moment shoqërisë tregtare, në momentin që një përmbarim vendos sekuestro mbi aksionet? Me vendosjen e sekuestrës që QKB kufizohen edhe vendimarrjet që do sillnin pasoja mbi financat e shoqërisë. Përsëri palët bëjnë manovra nga më të çuditshme në raste të caktuara. Për ta shmangur. Për ta shmangur ekzekutimin e detyrës. Do janë të gatshëm edhe të rrezikojnë për ta humbur një pronë. Jam e sigurt që ndesh një rezistencë kur vjen puna te ekzekutimi i largimit me forcë nga pasuritë e paluajtshme, si është suporti i instancave shtetërore për përmbaruesit gjyqësor. Mundsuar vënien zbatimit të vendimeve gjyqësore duhet që nga ana sidomos strukturat e policisë së shtetit duhet të ishte një suport më gjithëpërfshirës dhe më fleksibël.